Захвалjujem, nisam imao uopšte nameru da se javim, ali posle jedne ovakve katastrofalne diskusije, ovo se u normalnom demokratskom svetu zove govor mržnje. I ja stvarno ovo nisam očekivao ovde, kako je razmišljanje i kako je razumevanje i kakve informacije gospodin Kabaši dobio, ja stvarno ne znam, ali fakt da su sasvim drugačije. Ja ne bih želeo puno da se vraćam, ali ovakve pretnje to ne pali. Znamo mi da smo manjinska zajednica i mogu da govorim u svoje ime, plašim se samo Boga i nikoga drugoga, nisam se plašio ni ranije, a da li je neko ima glavu ili ruke, a nema glavu, ili to nemoj, ja sam znao, ja sam definitivno borac i molim vas, definište koji su ti ovi koji vode nazad, koji su ti koji svađaju. Nikad, ja lično za sebe govorim u ime koalicije Vakat, nikad to nismo činili, uvek smo podržavali institucije Kosovo, uvek smo bili za i to govorili prosperitetno i za opštinu Prizren. Možete naći sve moje diskusije gde god, nigde nismo bili ništa protiv. Niti ovo oko logoa, ja sam to radio isključivo kao zamenik predsjedavajućeg, niti je ikada iko bio protiv. To je upravo jedna fama je napravljena upravo zbog ovakvih diskusija. Inače, Bošnjaci nikada nisu bili, niti su bili Turci protiv instaliranja Prizrenske lige u logovu Prizren. I to i danas to im ne znam kako da kažem. I produžeci Miloševićeve politike, ne znam na koga ste mislili, ja lično sam napisao više od 500 viceva i aforizama baš protiv Miloševića, nijedan drugi u svetu to nije uradio. Prema tome pogledajte moje tekstove i vidjet ćete da je nešto kontra i da ja zbog toga u tom režimu imao sam 1000 problema, niti sam mogao da ostvarim osnovno pravo niti na rad i mnoga druga prava i morao sam da bežim 98. godine, ako te zanima, u azilu, a dobrovoljno sam se vratio 2000. godine, računajući normalno na prijateljstvo sa većinskim narodom, i mi nikad to nismo izdali i uvijek smo bili za državu Kosovo i nemojte pogrešno, ne znam šta vam je i šta vam je sve ovo trebalo. Ne znam kako definište i naše poslanike, ja nisam komentarisao vaše i ovdje smo bili za ja stvarno nisam jučer pratio, ne znam šta se dešavalo, ali mi smo i ovdje dali doprinos baš po pitanju Šadravana, po pitanju centra i prema tome ne znam zbog čega sve ovo, ali ovo uopšte nije dobro i upereno je i protiv Turske. Ovakve diskusije uopšte ne vode na dobro i nije lepo ako je neko iz većinske zajednice da preti. Uopšte to nije bitno, lično ti kažem, ne plašim se ni tebe ni bilo koga, a ja ću biti uvek i za opštinu Prizren, za grad i za državu Kosovo i uvek. I kao Bošnjak, bez ovdje, i uvek ću biti za zajedništvo. I albanski narod ne doživljavam ja kao neprijatelj, nego naprotiv kao bratski i prijateljski narod. I sve ostale druge narode, i nemojte da poistovećite sa nekim drugim, a molim vas, budite konkretni i bar na koga mislite, budite hrabri pa kažite ako sam ja nešto uradio, izvoli, a ja mogu da obrazložim. I mogu da obrazložim i zašto i samo kažete da je popustila većinska zajednica po pitanju Prizrenske lige. Ne, popustila je i manjinska zajednica i da kako, zašto se niste javili kada je bilo samo albanskog i engleskog jezika, tada ste ćutali, to vam nije smetalo, a mi smo tražili ono ustavno pravo. Ništa nismo tražili drugo. I samo da dovršim, ja se izvinjavam stvarno, ponovo je bilo jedno kompromisa godina koja bi asocirala da je Prizren tada osnovan, ništa nismo loše mislili, niti smo ikada bili protiv Prizrenske lige. I na albanskom ću da završim. Ne nuk jemi kundar Lizija i Prizreni. A pomrveša jo. Faleminderit shumë. Već, Lulzem. Urno. Po 3 herë për. I nderuar nën kryetar, populli thot kush e ka mizën në kapuç, lajmërohet vet. Unë për ty s'fola kur gjon, as thash kur gjon për emrin tan, për ata që u desh me thonë në Lizova me emën, se kanë votu kundër qytetit Prizrenit me gjithë sugjerimet, nënshkrimet, reagimet edhe plus vendimin tonë si asamble, sa i përket ligjit për gjendjen historike të Prizrenit. E thash në diskutimin tem, nuk jam kundër komuniteteve pakis në Prizren, as ka asnjë antar i komunitetit pakis që mund më anku në sjelljen teme ndaj tyre, sa i përket asaj urrëties që thotë ndaj këtyre pakisave, nuk është përkundrazi kundërta, mbështetja ime pikërisht për pakisat ka qenë në nivelin më të lartë, a
kush në kanë kam aludu unë mendoj që është sekret publik edhe keq pësort e prezidenti din, po nëse duani, muna me ofru edhe me emën me mbi emën kush ukon, nëse jeni shumë të interesun, nuk ka problem, sa ato dijen ato gjona, po është një problem tjetër. Ju jeni mësu mjalon të ehin marë gjithë, edhe harroni këtë muhabet. Nuk mund mu identifiku Prizreni si qytet i pakicave. Prizreni është qytetar i shumicës shqiptare dhe i pakicave cilat jetojnë në Prizren. Edhe ajo përqindja është 90 e ma shumë me 10 e ma pak. A keni qartë? Mos mendoni që ju na kena me mojë si do fëmijë të lasdrun, që për çdo teket juja tash i bën në mend ky konkretisht, se ti e ke bën këtë ankesë, se s'kena pas nevojë më marr 2 vjet e kusur me logo të Prizrenit, me logo dhe me pa logo për qëllimin. Tu s'jam kundër lidhjes Prizrenit, po tu ma hek vitin 1878. Çka po don ti më koma kundër? Do të marr tu pana? Zotni, unë s'du me diskutua, s'du me bërë debat me juve. Unë e thash publikisht, nuk kam kurrë kundër minoriteteve edhe pakicave në Prizren. Ato e begatojnë qytetin e Prizrenit, jetën Prizren, qysh e kanë begatu me çekujt ton. Po mos e shfrytëzoni rastin tash kur jeni diskriminuar pozitivisht pa merit, pra po tham pa merit, me na shfrytëzu edhe me lut me ndjenjat tona maksimalisht. Çike mos. Faleminderit, zoti Gaboshi. Zoti Enis Subi. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi gerçekten de son toplantının sonunda da iyi bir tarih dersi dinlemiş olduğu gibi benim veya bizlerin tarih dersi için hiç ihtiyacımız yok. Çünkü benim zaten 6 tane sınavım var bu tarihle ilgili. Çünkü daha iyi de tarihi anlatabilirim. Her tarihi, her milletlerin tarihiyle bahsedebiliriz. Çünkü biz tarih dersi burada vermiyoruz. Tarih dersi de dinlemiyoruz. Çünkü burada sınavda değiliz. Bunun dışında arkadaşımızın söylediği işte logo ile ilgili ben şahsen düşünürsen kesinlikle ben de tamamıyla hemfikir değilim. Yani sonuçta bizim Türk toplumu olarak her şeyi kazandığımız anlamına gelmiyor. Benim de düşüncem aynı şekildedir. Ama yine de bir ortak nokta bulduk. Sonuçta Prizren kazansın, Ergen'in dediği gibi. Biz de onu düşünerek her zaman Türk toplumu yapıcı bir unsurdu. Prizren'de de, Kosova'da da ve her zaman da olacaktır. Türk toplumu burada her zaman kalıcıydı, her zaman da kalıcı olacaktır. Bunun dışında Türk toplumu yüzyıllardır buradadır. Ne kadar azınlık, ne kadar çoğunluk onu bilemem. Ama buradaki bulunan diğer halklar, hani Arnavut ve diğer halklarla aynı seviyede. Hem dili hem her şeyi de aynı seviyededir. Kosova için söylemiyorum. Prizren için aynı seviyededir vurgulayarak. Bazıları bilmezse o zaman ben hukuk dersi de anlatabilirim. Onun için de biraz politik tecrübem vardır. Bir 10-11 senelik. Onun için bunu da hazırıyım bunu anlatmaya. Bunun dışında arkadaşlar pek fazla bu çeşitli de böyle şeylere girmeye hiç gerek yok. Biz her zaman Prizren Birliği'ne, tarihine, Arnavut tarihine, Kosova tarihine her zaman olduğu gibi bağımsızlığı kazanmasında da savaş yıllarında verdiğim mücadeleyle herkes bilir. Dolayısıyla bunu da aynı şekilde devam edeceğiz. Mutlaka her manav dükkanında bir 10 kilo elmanın, 10 kilo portakalın veya başka içerisinde mutlaka çürük elmalar da vardır. Olacaktır, doğaldır. Yani bu Kosova'nın gerçeğidir. Dolayısıyla bunu pek fazla büyütmeden biz her zaman olduğu gibi Kosova'da yapıcı bir unsur olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Faleminderit Enis, unë e kam Nderuari koleg, unë vetë shkurt e kam me ty, masi je kaq ekspert i historisë, atëherë duhet me ditë edhe shka je bre burr.